Policia e Lezhës ka finalizuar me sukses operacionin e kuduar befasia, duke goditur një tjetër rast të armbajtjes pa leje. Sipas burimeve zyrtare, operacioni u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, të cilat sinjalizonin se një shtetas dispononte armë dhe municione luftarake në banesë. Gjatë kontrollit të ushtruar në fshatin Markatomaj, shërbimet e policisë zbuluan dhe sekuestruan një arsenal të konsiderueshëm armësh. Në cilësinë e provës materiale u gjetën dhe u sekuestruan një armë zjarri automatik me 3 krahër, 414 fishek luftarak, 6 granata defensive, si dhe 5 ndezës detonatorësh të unifikuar. Në përfundim të veprimeve proceduriale u arrestua shtetasi LJ 62 vjeç, i cili mbante këtë armë pa leje. Ndaj tij rëndon akuza për veprën penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit, ndërsa materialet proceduriale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.